Pak si pyetje, besoj që bujari duhet ta ketë parasysh që edhe Albin Kurti faktikisht në takim me kryeministrin e Maqedonisë të Veriut e zhvlerësoi gjithë punën që kishte bërë qeveria e Bujar Osmanit edhe Ali Ahmetit, duke e shpikur një ranë shumë të madhe dhe duke bërë një vepër penale ndaj monumentit më të shtrenjtë kombit shqiptar, që është gjuha shqipe, ku tha që gjuha shqipe nuk është gjuhë zyrtare sipas ligjit të Maqedonisë. Ja dhe përgjigjen, ja dhe gati dhe përgjigjen. Po, unë shkurt, po tani ministri let flas, let kundërshtoj nëse rajta, nëse thash një të pavërtet. Pavarësisht që atë kanë tentuar të thonë se kanë qenë të keq informuar, edhe prandaj është dhënë kjo deklaratë ka bërë shumë dëm në Maqedoninë e Veriut, për shkak se i gjithë edhe gjykata kushtetuese, por edhe elitat politike që kanë nisur këtë betejë ndaj gjuhës shqipe kanë përdorur si alibi deklaratën e kryeministrit Kurti kundër gjuhës shqipe, por unë besoj që edhe politika e Kosovës do konsolidohet në drejtim të mbështetjes shqiptarëve të Maqedonisë, siç e ka bërë Shqipëria në vazhdimsi, për shkak se tash kemi nevojë për një mbështetje.